Përshëndetje, përshëndetje një dashit, ja ku jeni përsëri, ja ku jemi përsëri pas një jave. Parashikimet e javës janë këto, për shenjën tuaj, goxha ndryshime kemi këtë javë, goxha e rëndësishme si javë kjo që po vjen dhe që mbyll muajin korik, kështu që mundohuni ato pak gjëra që kanë mbetur dhe duhet ti sistemoni ashtu siç duhet. Tani, për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Për sa i përket fillimit të javës pastaj, po, ndryshime për sa i përket çështjeve që lidhen me banesën, çështjeve që lidhen me çështje familjare që sikurse thash keni akoma kohë ti sistemoni, të studioni më mirë se çfarë ju leverdis, çfarë nuk ju leverdis, ka akoma shumë prej jush të cilët po shpërngulen, po lëvizin, po mendojnë për një bashkëjetesë ose po e mbyllin një bashkëjetesë, por që çfarëdo gjë ka të bëjë me banesa, me pasurinë e pa luajtshme, me pronën në vija të përgjithshme, po dhe çështje familjare, sikurse u thash, në disa raste edhe çështje shëndetësore, duket se avash po shkojnë drejt stabilitetit të vet. Ditën e hënë, edhe mund t'jeni duke diskutuar për të blerë një shtëpi, ose për ta shitur atë. Çrëndsi ka, gjithçka që vërtetet rreth këtyre çështjeve janë duke u diskutuar dhe duke u marrë vendime ditën e hënë për këto çështje. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë ju sjell fat. Ju sjell fat, por kujdes, është rastësi, është një fat që ngjason rastësisht gjendeni në vendin e dur, rastësisht takoni personat e dur sepse ata shfaqen në jetën tuaj, rastësisht jepet një mundësi nëse kapni në kohën e dur, në momentin e dur, të ndryshoni jetën tuaj, sepse këtu bëhet fjalë për ato pak mundësi që mbas edhe nuk i merr parasysh në fillim, por që kushdo që i kap edhe mund të ndryshojë jetën më vonë. Totalisht dhe rrënjësisht. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë për disa prej ju shënon vuajtjet e fundit. Do të thotë këtu jeni ju, disa prej jush më saktë, të cilët ende jeni duke vuajtur pasojat e gabimeve tuaja, jeni duke kuptuar se sa i keni rënë vetes më qafë me zgjedhje që keni bërë deri më tani, me situata, me persona, dhe akoma jeni dhe keni mundësinë të filloni të korrigjoheni. Më tepër këtu shikojmë vetë 10 ditë të dytë, me thënë të drejtën, por që këto janë vuajtjet e fundit. Për të gjithë ata që do dinë të korrigjohen dhe që do dinë ta kapin gabimin në kohë dhe përpasoj të bëjnë dhe kthesën e dur atëherë kur duhet, le të themi që do shpërbleni dhe ju pak më vonë pastaj. Por që rëndësika ta kapni gabimin dhe të kuptoni se ku e keni bërë atë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e parastme. Tu pikë së pari njerë, kemi ndryshim jetese, kemi ndryshim kursi të jetës tuaj, ajo çka menduat se do ishte më mira për ju në varësi të asaj çka keni zgjedhur në lidhje me të ardhmen tuaj dhe me drejtimin tuaj, mbase nuk do vi siç e deshët ju. Me thënë për disa prej jush edhe mund t'rregoj ndryshim kursi, ndryshim drejtimi të jetës tuaj, por ajo çka kjo ditë ka si tiparin e saj dallues është paraja. Fal jo investimeve, po fal veprimeve që ju keni ndërmarrë në të kaluar të caktuar, i bie që tani të ardhurat shtohen dhe fitimet gjithashtu. Kështu që paraja mbi të gjitha ditën e enjte, ose mund të diskutoni për çështje të tilla, mund të jeni duke diskutuar mbi një kontratë, një marrëveshje që ka bazë financiare dhe që sigurisht ju del me fitim. Shumë të tjerë pastaj ndryshoni, sikurse thash, drejtim në lidhje me mënyrën se si fitoni financa, ato parat, pra në lidhje me financat, ndryshoni kurs, drejtim, si do ishte kjo, jeni marrë me një punë të caktuar, do e ndryshoni atë, ose mund të jetë një punë e dytë që e keni nisur apo keni ndërmend ta nisni që përsëri ju sjell ato fitimet e veta, ose investime, sikurse thash pastaj që është dhe më besoj se kjo është më tepër që i keni bërë në një kohë të shkuar, duke tani po japin ato shpërblimin e vet. Kjo për sa i përket ditës së enjte, për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që finalizohet një marrëdhënie më në fund, se do të jetë kjo një bashkëpunim i rëndësishëm, apo do të jetë një marrëdhënie në çift, çon si ka, ditë të them që do zgjasi
dhe do ketë mbarvajtje, do të jetë shumë mirë dhe shumë sukses dhe shumë stabilitet në vija të përgjithshme, por që këtu e ndani mendjen më në fund edhe gjërat bëhen konkrete ditën e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e sqarimeve për disa prej jush, për ata që ende kanë rikthime në jetën e vet, akoma janë duke pritur persona nga e kaluara, ose dhe mbas edhe vetë e keni tentuar këtë gjë të ktheni në jetët e personave që ka lidhur puna në një të kaluar, janë shumë gjëra ato të cilat duhet të sqarohen, janë shumë të vërteta ato që duhet të thuhen. Se sa pëlqen apo nuk pëlqen, kjo është tjetër gjë, dhe se çfarë vendimesh merren më tej, edhe kjo është tjetër gjë. Do ta shikoni vetë, por që shumë gjëra sqarohen më në fund. Gjëra që nuk janë thënë, gjëra që janë mbajtur, si të thuash, për nga frika se mos lëndohet tjetri, ose për nga frika se mos keq kuptojeni ju, çon si ka, këtu zgjidhen. Në përgjithësi le të themi që dita e shtunë është një ditë ku lajmet që merrni janë nga më të larmishmet dhe gjithmonë kanë brenda vetes atë efektin e sqarohem me të tjerë dhe me veten time, ose arrit të qartësohem në lidhje me ato çka po marr vesh dhe po dëgjoj. Ne martëm kurrent të premte shtunë dhe sigurisht për disa prej jush mund të jetë rishqyrtime një kontrate ose një marrëveshje përsëri. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel e sjell disa vështirësi, do thotë që nëse keni gjë të rëndësishme për të planifikuar, ose nëse keni planifikuar udhëtime apo të takoni dikë apo të zgjidhni një situatë, të sqaroni diçka ditën e diel, të vështirë do ta keni. Jo se nuk arrihet rezultati, arrihet, por që me shumë vështirësi, aq shumë sa që në fund do të thoni më mirë nuk isha marrë fare ta dija se do ishte kaq e ndërlikuar çështja dhe situata. Kështu që përsa i përket ditës së diel, merrni gjërat me shumë qetësi, do hasni pengesa ose vonesa ose keq kuptime gjatë rrugës realizimit të një objektivi tuaj, do e arrini në fund, por thjesht do ju mbetet me një shije të hidhur, si thuash. Kjo pra ishte java për ju. Përshëndetje një demi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle pas një jave. Mungesë nuk do ta quaja, sepse se do të jetë ju orientova disi për javën që lam pas, por në një mënyrë tjetër. Përsa i përket kësaj jave, shumë situata të rëndësishme keni për të zgjidhur ose keni për t'u angazhuar me to, juve të 10 ditësh të parë. Kemi këtë javë hënën e plot në shenjën e ujorit, është një hënë kjo e cila prek dy fusha të rëndësishme të jetës tuaj, karrierën dhe familjen, kështu që keni shumë vendime të rëndësishme për të marrë në lidhje me këto dy fusha të jetës tuaj. Çfarë do të thotë kjo? Disa shpërngulen me shtëpi, disa lëvizin ndryshojnë vendin e punës. Disa të tjerë mbase ndoshta do përballeni me ndryshime brenda ambientit të punës, që normalisht ndikon dhe përsa i përket ardhmes tuaj. Të tjerë varet, unë nuk do ju këshilloja për shembull të rebeloheni këtë javë, sepse mund t'ju kushtoj, por nëse gjërat i merrni më me shumë qetësi dhe të lini të marrin ato kohën e vet sa të kalojnë, të qartësoheni edhe ju, atëherë mund të evitoni dhe humbje shumë të mëdha, si për shembull të humbisni një vend pune, të ekspozoheni keq, të evitoni kriza brenda familjes e gjëra të tilla. Për disa të tjera ama, sepse kjo varet, është në total, duhet parë në total, po ta shohim kur të bëjmë analizën e asaj hëne të plot. Për disa të tjera ama tregon edhe vlerësime për sa i përket shpërblime për sa i përket punës, vlerësime për sa i përket përpjekjeve që janë bërë për të realizuar diçka, për të arritur diçka. Sido që tjetë ama është hënë e plot, diçka mbaron që të mund të nisi diçka tjetër. Kështu që merrni gjërat me kujdes, është një goxha moment i rëndësishëm i këtij muaji dhe sigurisht dhe i muajit që pason, edhe shumë e shumë viteve për këtë tutje, por që për këto do flasim. Atëherë, përsa i përket pastaj faktit se keni nevojë për një takim gafër, atëherë më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, ditën e hënë dini argëtoni, shijoni fëmijës, shijoni veten tuaj, ktheuni edhe një herë në origjinë, kujtoni si ishit kur ishit pa familje, kur ishit pa impenjime, kur ishit të lirë të jetoni si të shironit ju. Vetëm ju ndalohet një gjë ditën e hënë. Shijojeni jetën, bëni çfarë të doni ju, dini argëtoni, takoni shok, ktheuni përsëri në fëmijërinë tuaj, në adoleshencën tuaj, nëse doni, atëherë kur ishit sikur se thash të shkujdesur dhe s'doni t'ia dini për asnjë gjë,
dhe thjesht shijoni tjetën, por mos merrni vendime të rëndësishme ditën e hënë, sepse kështu si do jeni ju çik au ju kiu fiu, edhe mund të na gaboni ndonjë gjë. Mos merrni vendime të rëndësishme. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë kthen edhe një herë ndjesinë e fajt, përmes kujtimeve që ju vijnë nga e kaluara ose përballjeve që do të keni përsëri me persona që ju a kujton gjatë gjithë kohës një diçka që gjithmonë ju lëndon dhe ju kthen në situata që nuk doni t'i kujtoni. Ose thjesht është ajo ndjesia e vetë mohimit ose sikur se thash e ndjesisë së fajit që s'të lë të qetësohesh. Kjo zakonisht i le të përfaqëson vesin, përfaqëson atë ndjesinë e fajit ekstrem që mund të çojë deri në katastrofë vetë shkatërim, ose përballje me një individ i cili është prepotent, është arrogant, është narcist dhe gjithmonë fajin ja hedh atij që nuk ka faj për të dalë vetë i larg. Kështu që me të tilla situata juve haseni ditën e martë. Por përse që t'i vini ka pak aty gjërave, këtyre situatave dhe këtyre personave që ju bën të ndjeni në mënyrë të tillë ose që të mund të bëni paqe me veten më në fund. Kështu që mundohuni të përballeni me hijet, të përballeni me frikën, të përballeni me këto të gjitha ndjesitë negative që ju përmenda, në mënyrë që ju të mund të fitoni në fund. Kujdes vesin dhe kujdes tundimet ditën e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë sigurisht nuk mund të ishte ndryshe. Ju fola dhe ju thash. Ret, ashtu si kur se mblidhen, ashtu edhe largohen nëse keni vënë re, por shtrëngatat e sjellin me vete. Kështu që të evitoni humbje të mëdha, ose që të evitoni gabime, ose që të evitoni edhe shkatërimi nëse doni, ta them kështu. Mundohuni që të ruani qetësinë, lëreni shtrëngatën të kalojë, mos e provokoni juve vetë dhe në varësi të asaj çka do rezultoj pas gjithçkaje mund të merrni një vendim. Dhe duke qenë se këto situata për të cilat ju flas, po aq shpejt sa krijohen, aq shpejt dhe largohen, por e lën atë ju shënojnë me pak fjalë, atëherë dhe janë të përsëritura, nuk është herë e parë, atëherë vendimet që do merrni mundoni të jenë të tilla që këto situata të siguroheni mos të përsëriten më, se do jenë situata që i keni parë deri parë në ambientin e punës, në familje, në karrierë, në shoqëri, kudo qofshin këto, keni mundësinë ditën e martë dhe ditën e mërkurë, çfarëdo gjë nuk ju shërben më, çfarëdo gjë ju bezdis, çfarëdo gjë ju bën të ndjeni keq, ta ishni qafe një herë për gjithmonë edhe të mos kthehet më. Për sa i përket ditës, ditën e njëjtë nuk kthehet më. Është aq po ju thosha, të mos kthehet më. Kështu që vuajtja është enough, është mjaftueshëm. Ditën e njëjtë pra thoni boll mjaft, nuk mban më ujë pilafi, u mbush kupa dhe mbaron këtu. Dhe me të vërtetë që shumë prej jush u thash, këtë javë i mbyllni disa procese, i mbyllni disa marrëdhënie një herë e përgjithmonë. A ju del për keq? Jo, nuk ju del për keq, përkundrazi ju del për mirë. Pse? Sidomos juve që keni vuajtur prej një kohe shumë të gjatë, keni shkelur mbi veten tuaj, duke toleruar individ të tjerë, duke toleruar dhimbjen, duke toleruar shfrytëzimin. Atëherë kjo gjë mbaron këtu. Në varësi të gjërave që merrni vesh, që zbuloni, sepse do të thonë që kjo hëna e plot mbart me vete dhe atë efektin e zbulimit të gjërave, të kuptuarit, hapurit të syve. Kështu që edhe ju, në varësi të gjërave që do të zbuloni, kuptoni, merrni dhe vendime të rëndësishme, por janë nga ato lloj vendimesh ku nuk themi më mbrapa, nuk ndërojmë mendje. Ajo çka merret si vendim, ajo dhe mbetet. Urejte pra. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte sjell fitime realisht. Do të thënë, pavarësisht vështirësive, pavarësisht faktit që nuk do ta keni të lehtë, për çështje ligjore gjyqësore, për çështje familjare, për çështje marrëdhëniesh, që akoma mund të korrigjohen, ne kam për këto lloj situatash. Dhe sidomos për çështje me natyrë ekonomiko-financiare, fal impenjimit, fal vendosmërisë, fal këmbguljes tuaj, duket se një objektiv shumë i rëndësishëm në fund arrihet, dhe unë ju thash që disa prej jush edhe mund të shpërbleni pozitivisht me një ngritje në detyrë, me një shtim të ardhurash, me një dashuri që shpërblehet më në fund, me një familje që nuk shkatërohet, por përkundrazi pavarësisht vështirësive rimëkëmbe dhe rigjenerohet, kështu që ata që do kenë disa po i mbyllin çështjet caktuara, disa të tjerë arrin deri së thuash në buzë,
të greminës, por që në fund ja dalin dhe jo vetëm që nuk shkatërohen, por forcohen edhe më shumë. Dhe këta janë ata të cilët bazat në jetën e tyre i kanë shumë të forta. Kështu që e hënë e martëm kurrente e premte ishte kjo. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita përsëri e problemeve, po të çfarë problemeve? Të së shkuarës, problemeve që i kanë lejuar ju të zgjatën shumë në kohë. Se janë persona, se janë vese, se janë fiksime, se është kaos i vetë që vepron në jetën tuaj, mundoni të vini gjërat në një radhë pikërisht ditën e shtunë. Mundoni të kuptoni se nga buron problemi. Kujdes me shëndetin tuaj sepse nuk jeni mjaftueshëm të kujdesshëm dhe do keni probleme. Kujdes portofolin sepse keni humbje për të pasur, fajt tuaj dhe kujdes gabimet në total sepse nuk do keni më kohë të ktheheni që ti korrigjoni. Kështu që me kujdes. Ndërkohë që përsa i përket ditës së diel, dita e diel është një ditë frymëzimi, është një ditë realizimi ëndrash të caktuara, që do të thotë vërtet kjo javë është 50 me 50, por që në fund të saj ditën e diel ju shpërblen me një arritje shumë të madhe, me një ëndër që kthehet realitet dhe fundja me optimizmin që rikthehet në jetën tuaj dhe që me të vërtet për çfarë do gjë kaluat e përjetuat, ajo çka kuptoni në fund është që jeni në rrugën e dur për sa i përket realizimit tuaj afatgjatë. Pra pjesa më e madhe periudhë do arrini goxha lart. Por që me kohë vjen kjo punë. Përshëndetje një binjakëve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle. Nuk e di pse më ankohen një herë pas here, jo më vete, jo s'më vete, jo më bën dhe jo s'më bën. Urani është në shenjën tuaj, sido që të jetë, gjërat nuk do i sjelli të gjitha të bukura, të gjitha të mira. Ato çka janë për të ikur, ato çka janë për të mbaruar, ato çka janë që nuk ju duhen më, sigurisht do i marrim me vete. Tani nuk do ju pëlqej juve si proces. Sigurisht kujt i pëlqen ti shkunde në themelët, kujt i pëlqen të dali nga realiteja e vet, por nëse ajo është një realiti utopike, jo reale, një zonë komforti, atëherë po duhet të marrë fund. Dhe ju duhet ta pranoni këtë gjë, sepse bëhet fjalë për diçka më të mirë që vjen më pas, që po ndodh kjo gjë dhe jo për diçka më të keqe. Tani, për të rezervuar takimin tuaj më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket pastaj fillimit të javës dhe ditës së hënë, urdhëro. Kjo është e suksesit, e arritjes, e mirëqenies, e bollëkut, e prosperitetit, e mbledhjeve kolektive, e festave, e martesave, e një fëmije që vjen në jetën tuaj, ose fakti që krijoni, ndani mundin të krijoni familje, ose thjesht në përgjithësi fakti që jeni mirë në jetën tuaj dhe mundoni ta shijoni këtë gjë. Por që sido që të jetë dita e hënë është një ditë ku do e ndjeni veten të plotësuar, do e ndjeni veten të realizuar, pjesa më e madhe prej jush, ose lajmet që merrni, ose zgjidhjet e problemeve që keni, çojnë pikërisht një sukses shumë të madh. Shumë të favorizuar të gjithë juve që merreni me art, me muzikë, me sport, me organizime eventesh e gjëra të tilla me radhë. Për sa i përket dhe personazhe publik, shumë e bukur kjo dita e hënë. Dhe shoqëroj dhe me ditën e martë, sepse këto letra zakonisht vën bashk. Të pak deri tani bashkë i kam parë. Që do të thotë një fejes, një martesë, një lidhje kontrate shumë e rëndësishme, që sido që të jetë ju bën të famshëm ose ju hap rrugën për të qenë të tillë. Kështu që po lullëzoni jeta juaj dhe gjërat po bëhen shumë herë më mirë nga qishin, ndaj dhe mundoni të shfrytëzoni në maksimum këto 2 ditë, ose thjesht të shijoni. Për sa i përket pastaj ditës së mërkur, se jo të gjithë jemi njësoj dhe ua kam thënë këtë gjë, të tjerë prej jush, juve të 10 ditë që të dytë për shembull, duhet të më bëni shumë kujdes. Pse? Sepse ja ku vjen tradhtia, do me thënë, dita e mërkur ju thot qarta, jo ju thot, po ju tregon. Shumë do të përballeni me një tradhti, po sikurse po e them, një goditje pas shpine, një gënjeshtër e madhe, aq e madhe sa që thjesht çon në tradhti. Kjo ditë thret tradhti me të madhe. Se janë të tjerë që ju apunojnë juve apo jeni ju që ju apunoni të tjerëve, unë do thosha, sido që të jetë,
nuk janë gjëra të bukura këto, por mbroni interesat tuaja. Ditën e mërkur mbroni interesin tuaj. Çfarë do që do zbuloni, më pas, pavarësisht sa do ju lëndoj për momentin, më pas do kuptoni që ishte në favorin tuaj përsëri. Përsëri prapë në favorin tuaj do dali. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e stabilitetit. Është dita që favorizohet shumë komunikimi, është dita e ideve fenomenale që varet se ku i komunikoni. Dhe nëse këto ide i komunikoni atje ku duhet, atëherë mund të prisni brenda këtij viti deri nga fundi i këtij viti, por sidomos vitin që vjen, një stabilitet shumë të madh në jetën tuaj. Më në fund tani stabilizojeni vërtet. Kështu që po, është një letër që tregon stabilitet, ide të qarta, punë mendore e cila shpërblet dhe ide të cilat nëse komunikojnë ju tash atje ku duhet, ju sjellin stabilitetin. Është edhe një ditë shumë e bukur për të reflektuar rreth gjithçka që kërkoni, dëshironi apo keni vepruar gabim që të mund ta korrigjoni dhe përsëri të arrini atë çka unë po them. Stabilitet. Më në fund, pas shumë vështirësive që keni kaluar deri më tani dhe kjo vlen edhe për sa i përket shëndetit. Pra dhe për juve që keni pas probleme me shëndetin, më në fund po e merrni veten. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita e sistemimit të gjërave, e fjalëve të vërteta që do të thuhen, e faktit që merreni vesh edhe i qartësoni gjithçka ka ndodhur deri më tani dhe nuk ka ecur siç duhet. Është dita që lidhin pakte, është dita që lidhin marrëveshje, është dita që në marrëveshje përsëri dhe në planin personal vendosim t'i lëm të gjitha ato që kemi kaluar, t'jedhim prapa krave të vazhdojmë përpara. Do me thënë, çfarë do gjë është bërë gabim, këtu korrigjohet. Ta kuptoni. Dhe çdo gjë zgjidhet në favorin tuaj dhe ka një efekt afatgjat kjo gjë. Kështu që për çfarë do gjë nuk erdhi siç duhet, ka mundësinë të korrigjohet në çdo fushë po them të jetës tuaj dhe ju të arrini atë qetësinë shpirtërore më në fund ku zemra juaj e shkret, e vuajtura shumë, nuk do të vuaj më. E hënë e martë më kurejnëte e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e efektit të së kaluarës. Kështu që përsa i përket kësaj dite do ju thosha e para kujdes ku udhëtoni, me çfarë udhëtoni, shikoni bagazhet i keni në rregull, shikoni oraret i keni shënuar mirë, shikoni të mos humbisni sende personale, nuk manipuloj me shumë të mëdha paraje, mbrojmë portofolin, do të thënë mundohemi të mos shpenzojmë, sepse mund të dalin shpenzime të paparashikuara, ose në kushte të tjera tregon edhe të vërteta që merren vesh. Pra, kushdo ju ka mashtruar, ju ka gënjur, do i merrni vesh ato çka janë thënë dhe çfarë janë bërë, dhe pastaj merrni dhe ju ose poziciononi ashtu sikurse duhet. Kujdes vetëm mos jeni ju ata që keni gënjur, mashtruar apo tradhtuar, sepse do të ndëshkoheni rënd. Martëm kurrent të premte e shton. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e komunikimit të diçka e shumë të rëndësishme, një lajm i shumë të rëndësishëm që merrni dhe që më në fund ju hap rrugët drejt një realizimi shumë të rëndësishëm tuaj, qoftë në plan personal ashtu dhe në atë profesional. Kështu që një lajm që po e prisni, që ka të bëjë me një dokument të rëndësishëm ose me çeljen e një rruge për të realizuar diçka, ja ku e keni, edhe vjen pikërisht në atë moment që ju nevojitej më shumë. Përshëndetje, shenjë gafores dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e rëndësishme ku mbyllet muaji më në fund mbyllet me një hënë spektakolare të plot në shenjën e ujorit, kështu që ju lutem shumë të më bëni pak kujdes këtë javë në vija të përgjithshme. Tani për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket pastaj se si nis java, atëherë java nis me mbarojnë situatat caktuara. Këtu marrin fund situatat caktuara. Se është një bashkëpunim, se është një marrëdhënie në çift, se është një situatë në cilën u angazhuat gjatë, por që nuk ju doli tamam fitimprurse, atëherë mbaron këtu, ose le të themi që këtu shumë prej jush ose disa prej jush mbyllin problematika nga 10 vjeçare deri në 1 vjeçare, këtë një vitin e fundit. Por që sido që të jetë mbarojnë këtu, nuk do përsëriten më. Çfarëdo gjëje i vjet kapaku pikërisht ditën e hënë. Dhe kjo vlen edhe për çështje karriere, dhe për çështje personale, dhe për çështje ligjore, pse jo, juve që jeni në proces gjyqësor, por shumë këtu merret një ultimatum, mbaron çështja, mbyllet më në fund dhe uroj të jetë në favorin tuaj. Por edhe për sa i përket shëndetit,
Këtu çfarë është për të përmbushur si fazë, përmbushet një herë edhe mirë, domethënë. Kështu që kjo është përfundim, mbarim dhe mos përsëritje të situatave të caktuara. Tani, për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që e shikojmë realitetin jo më nga vrima e Chelsea, po duke hapur komplet derën. Dhe në varësi të asaj çfarë zbulohet para syve tuaja, ato dhe vendime do të merrni. Dhe kjo e kuptoni shumë qartë që nuk mund të jetë vetëm, nuk mund të preki vetëm një fushë jetës tuaj, i prek të gjitha pothuajse me radhë. Dhe mund të nisi nga një shkëndije vogël, nga një problematikë vogël, nga një situatë vogël, e cila merr pastaj me radhë edhe shumë situata të tjera me vete derisa arrin ju në përfundim dhe në përfundim të çfarë të marrë vendimeve pak thin pas. Kështu që mos u friksoni nga fakti se çfarë dere do mbyllni pas ditën e martë, por jeni falenderues që ju dha mundësia ta shikoni situatën siç duhej, që të pranoni edhe faktin se më tutje vinë me të vërtet mundësitë e mëdha të rëndësishme. Kështu që diçka mbaron ditën e martë, një derë mbyllet ditën e martë në jetën tuaj për të hapur pastaj pak a shumë në po të njëjtën kohë 10 të dyja të tjera prej nga të cilave do të zgjidhni ju, se cila është më e mira për ju. Pra po flasim për mundësi, realizimi e kuptoni ka gjë. Për sa i përket pastaj ditës së mërkur, dita e mërkur sjell lajme shumë të rëndësishme ose iniciativa shumë të rëndësishme. O jeni ju të cilët e merrni të ardhmen tuaj në duart tuaja dhe vazhdoni përpara, jo tamam me një objektiv të qartë, por që thjesht sepse duhet vazhduar përpara, ose jeni ju pastaj ata të cilët e keni ndarë mendjen në lidhje me një sipërmarrje që doni të ndërmerrni këtu përsa i përket biznesit. Një gjë e cila ka për t'ju dalë shumë mirë dhe ka për t'ju dalë me shumë sukses, do thosha, është një situatë ndoshta që dhe keni rimenduar ose keni menduar dhe një herë aty nga muajt e pranverës që lan pas, por që me sa duket tani e ka kohën për t'u riparë dhe për t'u rishujtuar derisa të vejë në realizimin dhe përfundimin e saj. Gjithashtu, në qoftë se keni qenë në një lidhje në distancë, duket se personi që ka qenë larg jush, më në fund vjen dhe merr atë vendimin e shumë pritur që ta finalizoni fundja këtë marrëdhënie më në fund. Përsa i përket ditës së njëjtë, kujdes me lidhjet e reja. Kujdes me nisa nga kjo, por nuk është kjo më e rëndësishmja, sido që të jetë. Kujdes me personat e rinj që shfaqen në jetën tuaj, mos jeni naiv, mos u besoni me një herë, nuk zgjasin këto lidhje që nisin tani, as to njohje që nisin tani, përkundrazi mund të vini vete në rrezik. Kujdes me financa, nuk huazojmë, nuk marrim hua, po sidomos nuk huazojmë sepse ka mundësi të mos i marrim dot më mbrapsht, dhe kujdes edhe me persona që mund të keni të moshuar në familjen tuaj dhe ka nevojë për kujdesjen tuaj, por edhe me fëmijë adoleshent nëse i keni, sepse janë secili në botën e vet. Kështu që me kujdes për këtë çështje, për sa i përket ditës së enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e suksesit, sidomos në lidhje me çështje biznesi, kush është në biznes, sidomos në art, në estetik, në mod, në të tilla gjëra, po dhe në financa, sigurisht, shumë të favorizuar, pra biznesi ecën mirë, financat ecën mirë, por keni dhe sukses përsa i përket jetës personale, juve femrat, ku edhe mund t'ju bëhet një propozim për fejes, martes apo bashkëtes, ose bëheni prindër, merrni lajmin e mirë që do të bëheni prindër. Por juve meshkujt vlen ajo që thash, që ecën mirë biznesit, ecën mirë të ardhurat, po dhe fama edhe emri juaj i mirë, po bën emër këto kohë. Dhe më në fund, nëse jeni vetëm, juve meshkujt mund të gjeni femrën e dur, më në fund po shfaqet edhe kjo në jetën tuaj, ose thjesht do bëheni prindër sikur se thash. E premtja kjo, po. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e bravo, do ju urojmë sukses, do ju themi bravo lart e më lart, se do jetë për çështje studimi, se do jetë për çështje personale, profesionale. Ku di unë çfarë tjetër tjetër, u bët me shtëpi, nisët po filloni punë, morë dokumentat, nuk e çfarë do gjë mund të jetë që është sukses. Pra për këtë suksesi do keni, ne do ju urojmë lart e më lart. Pra i bie që ditë suksesi, dita e shtunë, me një arritje që keni kohë që po e prisni dhe më në fund është e juaja. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është ajo dita ku akoma jemi në fazën e rikthimeve dhe akoma ose është ka vjetre të paktën është që dikush kthehet dhe kthehet i penduar dhe kërkon falje. A duhet ta falni ju? Nuk e di këtë vendosni ju.
Po që është i penduar, po është i penduar, po e ka marrë mësimin e vet, po është korrigjuar deri diku, kështu që ju e dini çfarë do bëni me këtë situatë kur të shfaqet në jetën tuaj. Gjithashtu tregon se aty ku nuk do arrini dot ju të çani vet, të zgjidhni një problem vet, keni miq të cilët ju duan, ju mbështesin dhe do ndihmojnë të arrini ato objektiva që dëshironi me shumë dashamirësi, do thosha. Kështu që kjo është java edhe për ju. Përshëndetje një Luani dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiak Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë shumë e rëndësishme edhe për ju, pasi përfundon ky muaj me një hënë të plot në shenjën e ujorit, është direkt përballë jush, dikon më tepër tek ju vetë 10 ditë të parë, mos harroni që Jupiterin e keni në shenjën tuaj. Kjo hënë e plot nuk ju lë të gëzoni ashtu si doni ju, nuk ju lë që të shijoni ashtu si doni ju, por ju thot pa shumë dramë dhe pa shumë egzagerim ato çka janë për të mbaruar, ato çka janë për të përfunduar dhe për të mbyllur në jetën tuaj, më në fund t'i mbyllni. Thjesht fakti që Jupiteri është aty ose ju bën më dramatik nga ç'duhet, ose ju ndihmon që këto gjëra që kanë ardhur drejt përfundimit të vet ti përballoni me pak më shumë qetësi, do thosha, pak më lehtë. Duke qenë se Jupiteri ka këtë lloj ndikimi, por është edhe i egzageruar, kështu që me kujdes. Do ja analizojmë më tej këtë pjesë kur të vi momenti për të analizuar. Kjo është java për ju. Për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe nisim direkt me ditën e hënë, ku po. Sigurisht do të merren vendime. Jeni në një udhkryq, jeni në mëdyshje, jeni të dyzuar, se keni ndarë mendjen akoma, po të gjitha këto janë vlejnë. A duhet të filloni të veproni? Po, a kam kohë për të humbur? Jo, janë vendime që duhet ishin marrë prej shumë kohësh më parë. Jeni vonuar, do thosha, por nuk ka dhe më kohë që të prisni dhe të shikoni se çfarë vete më këtej. Më këtej merret thjesht një vendim. Kështu që nuk ka rëndësi se çfarë vendimi do të merrni apo çfarë rrugë do të zgjidhni, rëndësi ka që thjesht të merrni një vendim. Kaq. Se do ishte në lidhje me karrierën, se do ishte në lidhje me, po unë dua them, ka më tepër të bëj me bashkëpunime të rëndësishme, ka më tepër të bëj me marrëdhënie në çift, ka më tepër të bëj me një bashkëjetesë, ka të bëj me të tilla çështje marrëdhëniesh, do thosha, personale dhe profesionale, për të cilat, nëse nuk ecet më, duhet të shikoni se si do vazhdoni përpara pa këta individ jetën tuaj. Ose në qoftë se jeni akoma në kohë për të vepruar, atëherë të veproni dhe mos të mbisni më shumë kohë, sepse prap do arrini një rezultat që nuk ju leverdis, do thosha, në plan afatgjat. Tani, për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku, sikurse po ua them, ajo çka duhet të largohet nga jeta juaj, duhet të largohet, se është një kujtim, se është një ndjesi, se është një des, se është një tendencë juaj e gabuar që ju kushton shumë në varësi të vendimeve që merrni, apo thjesht është një person me të cilin lidhja nuk ecën më, bashkëpunimi nuk ecën më, çdo gjë që ka një natyrë të përfunduar, të mbaruar, duhet të mbyllet këtu. Pra këtu mbaron ajo çka duhet të mbaroj dhe përse që të mund të filloni diçka të re, mbi baza më konkrete, më reale, më të shëndetshme, nëse doni ta themi dhe kështu. Për disa prej jush, ama simbolizon edhe një ndërhyrje kirurgjikale që mund të keni, edhe që lidhet me shëndetin tuaj, por që u del për mirë përsëri. Për sa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur, merrni vendime të rëndësishme, përpasi të kenë ndodhur gjithë këto gjëra në jetën tuaj, merrni vendime të rëndësishme. Vendimet e rëndësishme janë marrë dhe ju nxjerrin prej këtyre situatave ku ndodheni aktualisht, do me thënë, lëvizim, shpërngulemi, këtë natyrë ka dita e mërkur. Vendosim që këtu ku jemi nuk mund të vazhdojmë, në këto kushte që jetojmë, punojmë, nuk mund të vazhdojmë, sepse çdo gjë është e kalbur, ka mbaruar, nuk na ofrohet asnjë gjë më shumë si zgjidhje, nuk premton e ardhmja dhe ngrëm spirancën për të vendosur diku tjetër. Pra, merrem mendime për të mbaruar diçka që të mund të nisim një të ardhme diku tjetër. Por juve që keni marrë këtë vendim pak kohë më përpara, atje ku jeni vendosur, duket se jeni mirë. Për të tjerë se keni marrë akoma këtë vendim, atëherë kuptoni se në këto ujëra jeni. Pra, janë të lidhura ditët me njëra tjetrën, dhe ajo çka sjell si përfundim dita e mërkur që t'i bie shkurt, është se mbaroni bashkëpunim, që të mund të nisi bashkëpunim diku tjetër të jetë më i frytshëm.
Mbaron një marrëdhënie sepse nuk ka çfarë të ofroj më shumë për të nisur një marrëdhënie tjetër që do më realizoj më mirë pak më tutje. Mbaron një marrëveshje ekonomiko-financiare ose mbyllet një çështje me natyrë ekonomiko-financiare sepse kaq kishte për të dhënë, nuk më ofron dot më shumë se kaq, që të mund të lidhet një marrëveshje tjetër pak më tutje me më shumë rezultat pozitiv. Këto gjëra pra janë. Dhe këto gjëra po ndodhin. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte favorizon udhëtimet e gjata, të largëta, çfarëdo lloj kontakti mund të keni juve me persona që ndodhen jashtë ose me biznese që ndodhen jashtë, ose keni biznes dhe vetë edhe bashkëpunoni jashtë shtetit, me jashtë shtetit, kështu që ose thjesht tregon ndryshim jete total, eksperjenca të reja, nisma të reja, ndryshime totale në jetën tuaj që ndoshta në fillim mund të duken problematike, pak të vështira, por sjellin një rezultat, nuk di ç'ju them, domethënë. Nuk e di se çfarë t'ju them. Fenomenal. Pra, për çfarëdo lloj gjëje ka të bëjë me këto që ju thash deri më tani, le të themi që mund të ketë diçka që mbase nuk do ju pëlqej, por afatgjat ju del me shumë shpërblim të mirë. Totalisht. Më tepër ama jemi tek financat dhe çfarëdo lloj gjë lidhet me tregtin, turizmin e gjëra të tilla. Ose biznesin në përgjithësi. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e kujdes të mos bëni publike asnjë gjë që akoma nuk mund të jetë publike. Është marrëveshje, është bashkëpunim, është një njohje, është çfarëdo gjë që qoftë, mbajini për veten tuaj derisa ta keni të qartë ju të parë se çfarë po ndodh me atë. Jeni vetëm, ju jepet mundësia të njihni një person që mund të jetë personi i jetës tuaj. Jeni në lidhje në çift dhe është afatgjat, i ka kaluar provat e veta, mos e prishni tani në fund duke përfshirë këtu një person që thjesht ju shkëlqeu për momentin. Në lidhje me punën do të keni mundësi në shkrim kontrata shumë të rëndësishme me përfitime shumë të larta ekonomiko-financiare. Favorizojeni në lidhje me marrjen e një kredie, me zgjidhjen e një çështje përsëri me natyrë ekonomiko-financiare, ose sepse i shlyeni ju në kohë detyrimet tuaja, ose sepse ju shlyhet detyrime që të tjerët ju kanë, dhe për çështje pune dalin udhëtime, por që do i shijoni edhe vetë sepse bashkë me punën lidhet edhe pak a shumë qefi, si do thuash, dhe favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me studime, çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje ligjore deri diku, dhe çfarëdo gjë ka të bëjë gjithashtu edhe me dalta gjej. Dhe çështje shëndetësore, do thosha, por këtu për sa i përket shëndetit, zgjidhja nuk vjen nga mjekësia moderne, vjen më tepër nga ajo tradicionale. Kështu që ja të shohim çfarë nga këto realisht ju prek. Nëse kanë që do ta evitoni është tashethemet. Mos u përfshin në tashetheme, mos u veni me tashetheme sepse u mbisni ju të parët. Ne marrëm kurrejtë e premte. Për sa i përket ditës së, nëse pastaj më falni se do shqendroj çik te kjo, se ja duhet qëndruar, pra kujdes tashethemet 1, mos besoni çfarëdo gjë u thuat 2, por nëse çekoni atë informacion që përcillet dhe rezulton që është i sakt, atëherë i bie që ka të bëjë me një sekret që zbulohet. Dhe aty pastaj zbuloni për shumë që tradhton tjetri, pse thash kujdes mos përfshini persona të tjerë në jetën tuaj. Atëherë ndryshon çdo gjë, merrni mendime dhe gjeni se çfarë ndryshojmë drejtim dhe fillon një jetë e re prej këtij tutje. Do të thënë dita e shtunë shumë prej jush u gjen në një nismë të re, në një punë të re, në një shtëpi të re, në një jetë të re në vija të përgjithshme, në një shtet tjetër për shembull, në çfarë tjetër mund të jetë kjo, me fëmijë, nga prindër pa fëmijë bëni prindër me fëmijë. Do të thënë me një biznes të ri, me sa po keni futur këmbët në një realitet të ri në vija të përgjithshme, që aty nga pranvera ju del më mirë akoma. E martëm kurrejtë e premte e shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel kujdes nga armiqt e përbetuar, ata që ju lajkatosen çiksi së tepër, edhe i keni kuptuar, po dhe sua keni vënë veshin, por që nuk janë për t'u anashkaluar dhe as nuk janë për t'i marrë kështu në përkëmbë, sepse vërtet që ju bëjnë gjëmën. Kështu që kujdes në marrëdhënie pune, kujdes në marrëdhënie financiare, kujdes në marrëdhënie në çift nga individ të cilët kur i fusin hundët, vërtet që mund t'ju prishin punë 100%. Me kujdes. Përshëndetje, përshëndetje një bigjëreshës dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj.
Tani çfarë t'ju them unë akoma ky urani që është në shenjën e binjakëve vërtet që po asjell çik gjërat me kokë poshtë, por që çfarë ti bësh, aty ku dalin mundësitë, do të thënë largohet ikën diçka se duhet të vi diçka tjetër, ky nuk është një proces i pëlqyeshëm, realisht, por që duhet të ndodhi. Me qetësi dhe me avash se s'kemi çfarë ti bëjmë. Tani për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket fillimit të javës, juve meshkujt veproni vetë, nuk keni pengesa në rrugën tuaj, mund të arrini çfarëdo gjë dëshironi të arrini pa frikë fare. Ju femrat që sidomos jeni vetëm dhe kërkoni një partner jete, atëherë ja ku jepet mundësia ta keni. Të dyja gjinit favorizojeni jashtë mas së shumë në çështje që kanë të bëjnë me biznesin, me sipërmarrjet, me nismat e reja. Këtë keni parasysh dhe mbajini mend ditën e hënë. Përsa i përket ditës së martë, udhëtime të largëta, ndryshim jetese, lëm këtë shtet për të shkuar në një shtet tjetër, më tepër ka të lidhet me udhëtime të largëta që përfshin edhe punën. Dhe aty ndryshon komplet jeta. Kështu që shumë prej jush merrni vendimin e rëndësishëm që të ikni, të largoheni, ta kërkoni të ardhmen tuaj diku tjetër. Disa jashtë shtetit, disa jo domosdoshmërisht jashtë shtetit, por larg vendit ku jetoni aktualisht. Kështu që ndryshime të mëdha sjell dita e martë në jetën tuaj. Për sa i përket ditës së mërkurë, njohje të reja, flirti, njohja e re, fillime bashkëpunimesh të reja, por që do thosha me kujdes, sepse duken shumë premtuese në fillim, por nuk i dihet se si vjen deri në fund. Kështu që thjesht shihoni momentin e parë, keni nevojë për diçka të tillë në jetën tuaj, për të dalë nga situata të vështira ku keni qenë deri tani, për të rikthyer entuziazmi, për të besuar se ja dilni dhe mund të gjeni dhe më mirë nga ajo që keni pasur, por që kujdes me këto njohje të reja dhe me këto bashkëpunime të reja që nisin tani, sepse akoma nuk e dim çfarë natyre kanë, sapo kanë nisur. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju bën të ndjeni të vegjël, të pakët, të paralizuar, bosh, të varfër në shpirt. Ose një marrëveshje me natyrë ekonomiko-financiare mund t'ju dalë shumë keq, kështu që evitoni nisma të reja shumë të rëndësishme ekonomiko-financiare, pra nuk flasim për shpenzime këtu sepse të paktën jo shpenzime që nuk rikuperoni dot më vonë. Kujdes në marrëdhëniet tuaja, sepse keni tek këtë qasje juve, më kërkoj dhe po ja jap. Do ishte fatale për portofolin tuaj dhe në përgjithësi mbroni interesin tuaj që ka të bëjë dhe me ndjenjat, ka të bëjë edhe me paran fundja, sepse për këtë bëhet fjalë dita e enjte. Për sa i përket ditës së premte, është një sukses shumë i madh domos për çështje pune, karriere, emri, statusi, imazhi, por lidhet edhe me shtetin, kështu që nëse keni çështje të hapura ose punoni edhe në sektorin shtetëror, nuk e di, këtu edhe mund të keni ngritje në detyrë, edhe mund të keni një shpërblim, pse jo, por që ka të bëjë me suksese të mëdha, që në disa raste lidhet edhe me dokumenta, juve që më interesojnë dokumentat. Dhe që si keni marrë akoma, ne martëm kurejt e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë kujdes njerëzit falso, dhe atyre që duket sikur ju premtojnë shumë, por në fakt janë asgjë, dhe ju fusin në shumë të lashe më vonë, pra kështu që kujdes personat falso, mashtrues, manipulator, kujdes sepse i vërtet ju marrin me qafë edhe ju kushton shumë, ne martëm kurejt e premte. Dhe sidomos juve kujdes që jeni në marrëdhënie të konsoliduara. Mos i lejoni këta individ t'ju marrin me vete dhe t'ju fusin në mëkat. Dhe pastaj ta paguani mire atë gjë. Dhe kjo gjë vlen edhe për marrëdhëniet, dhe për marrëdhëniet kështu marrëdhëniet, marrëveshjet me natyrë ekonomiko-financiare. Mos t'ju fusin kur themi ves për sa i përket edhe vese edhe sikur se thash mëkat për sa i përket aspektit personal, kujdes korrupsioni në aspektin profesional. Dhe për sa i përket ditës së diel, shumë prej jush martohen, pse mos martohen? Vendosin të martohen. Dhe të janë dhe shumë të lumtur, se do jenë shumë të lumtur në fakt, ose të tjerë thjesht merrni pjesë në dasmën e dikujt, jeni domethënë të ftuar dhe aty pse jo, nëse do fati shumë, edhe mund të gjeni gjysmën tuaj tjetër. Kështu që kjo është java për ju. Dita e diel, përveç se martesave, që është një kontratë personale në çift, favorizon dhe kontrata të tjera pune shumë të rëndësishme që mund të lidhni me individ, me kompani, me çfarëdo gjë qoftë, që do dalin shumë mirë në plan afatgjat. Përshëndetje shenjë peshore, ja ku jemi përsëri edhe në parashikimit e kësaj jave. Një javë që si çdo javë ka dhe ajo rëndësime vetë sigurisht se kështu i bie, por që thjesht kjo ka veçorinë e një hëne të plotë që zhvillohet në shenjën e ujorit, por jo nuk besoj se vjen keq. Mirë vjen, uroj ta shfrytëzoni siç duhet. Sjell situata që kanë lidhje me fëmijët,
me jetën tuaj sentimentale, me një sipërmarrje që doni të shikoni të paktën si mund ta zhvilloni dhe kur ta zhvilloni dhe çfarë duhet marrë parasysh të hiqet qathe para se ta nisni atë gjë. Do dalin dhe mundësia, si bëhet fjalë, gjatë kësaj periudhe, Urani nga shenja e binjakëve favorizon juve të 10 ditë të parë, kështu që mundoni të përfitoni ai sa mund të përfitoni atje ku mund të përfitoni. Për të rezervuar pastaj takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Tani, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë për çështje zyrtare. Çfarë do të gjë ka të bëjë me zyra, me institucione të rëndësishme, me çështje ligjore, gjyqësore dhe administrative, sikurse po ju them, por dhe me karrierën tuaj, me sa duket arrit një sukses shumë i rëndësishëm. Tani këtu ngrihen në detyrë ose ju bëhet një propozim për një post edhe më të lartë akoma nga ai që jeni, pra ndryshon posti juaj, ose nuk e di, mbase ndoshta edhe ju ushtohet rroga, ju bëhet një rritje edhe në rrogë, në pagë, por që më tepër ka të bëjë me vlera të cilat rriten, njihen tek ju, dhe normalisht dhe shpërbleni për këtë gjë. Kështu që për çështje të tilla duket se dita e hënë ju favorizon me të vërtet shumë. Për sa i përket pastaj ditës së martë, juve që keni një pronë, juve që doni të promovoni një punën tuaj, të shisni diçka, ta lançoni, ta sistemoni, të përfitoni prej kësaj gjëje dhe kjo gjë nuk po ndodh, mundoni të kuptoni se arsyeja pse nuk po realizohet është sepse jeni tek detajet. Do me thënë, me sa duket, fakti që fati, nëse ta themi kështu, po ju nxjerr pengesa, është që ju të shikoni çfarë nuk shkon, ka diçka që nuk po shkon. Dhe në mënyrë që ta korrigjoni dhe ecni më mirë, prandaj dhe keni këtë pengesë. Kështu që gjërat do të ndryshojnë, do të përmirësohen, ndaj edhe mos e vrisni shumë mendjen. Shumë prej jush mund të hasin në pengesa të tilla, por do ju dali për më mirë, jo për më keq, besomuni. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur do të thoshë para një kujdes me financat, sidomos me borxhe që duhet të shlyheni, nëse dikush ju kërkon ta financoni, mos e bëni këtë gjë. Ju qeni meshkuj, sidomos në qoftë se femra janë ato që kërkojnë ti financoni, mos pranoni. Kujdes në marrëdhëniet tuaja në çift juve meshkujt, mos ngatëroni femrat, ajo që është e juaj, është bashortja juaj. Mos lejoni dikë tjetër të prish një marrëdhënie të konsoliduar tashmë, që ka dhënë provat e veta, zhynat ja bëni këtë gjë vetes. Juve që jeni femra, besomuni keni për të pas një përplasje me femra të tjera, se është vjera juaj, se është punata, se është një shoqe që keni konsideruar shoqe, por në fakt ju del armike, se është një prorja juaj, por që është një farë personi prepotent, nuk e di, bie të përballeni me këtë gjë dhe të jep një farë drejtimi, mund të thosha me qetësi. Kështu, aty të tregojmë se kush i ka vlerat vërtet. Mos bini në nivelin që nuk duhet të bini, ruani nivelin tuaj. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është ditë pune, sigurisht, por është një punë që vlerësohet dhe shpërblet njëkohësisht. Kështu që për çfarëdo lloj projekti po punoni, qoftë kjo realisht çështje pune, apo për çështje familje, po mundoni të mbani familje në këmbë, apo një marrëdhënie në këmbë, diçka që vërtet po ju kushton shumë, atëherë do ketë rezultat pozitiv. Gjithçka ju thot dita e enjte është vazhdoni kështu siç e keni nisur, mos u stepni, mos u tërhiqni, mirë thash, nga çfarëdo gjë mund të dalë e papritur, e paparashikuar dhe që mund të jetë një pengesë e vogël. Nëse vazhdoni në këtë ritme që keni nisur, atëherë keni me të vërtet pak më vonë aty nga fundi i vjeshtës, keni për të parë me të vërtet rezultate shumë të pëlqyeshme për këtë punën tuaj të palodhur. E hënë e martë e mërkur e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e ëndërimeve. Do me thënë, këtu po flasim për ëndra të mëdha, për objektiva të mëdha, për sipërmarrje të mëdha, që do të thotë, nëse kanë bazën e tyre konkrete, pra nëse këto gjëra janë të bazuara diku, atëherë nuk ju mungon asgjë tjetër veç atij në veprim që të gjitha realizoni. Por në qoftë se është thjesht një mendim që hajt më ta provoj të shoh, jo, këtë gjë nuk e bëni dot sepse risku i këtij lloji nuk ju rezulton për mirë, madje përkundrazi ju rezulton në një dështim ose një rrezik shumë të madh, ekonomiko-financiar, do të ishte më fatalja. Kështu që
me kujdes matuni mirë. Nëse keni bazën ecni, në qoftë se jo dhe është thjesht një hajse po e provoj, atëherë ju them më mirë mos bëni asnjë veprim sepse nuk ju del për mirë. E hënë martën kurrejtë premte kjo. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që do të thosha mbroni portofolin dhe interesin tuaj, qoftë kjo në punë, qoftë kjo kudo, interesi juaj është dhe duhet të jetë mbi gjithçka. Çfarë vije tre? Persona që ju kanë nënvlerësuar, persona që kanë përfituar nga ju, dhe nuk është të thënë se s'von të ketë qenë kjo në plan ekonomiko-financiar, por që është kjo kryesorja, atëherë ajo çka ju duhet të bëni është të jepni fund tani kësaj gjëje këtu. Pra këta persona mos t'i lejoni më të përfitojnë nga ju. Por si konkluzion do të thosha kujdes, shumë kujdes të madh me financat dhe me xhepin tuaj, sepse dini me humbje të mëdha për shkak se janë persona caktuar ata që përfitojnë prej jush. Dhe do të marrin fund këtu kjo gjë. Dhe përsa i përket ditës së diel, mos t'ju vi keq në qoftë se për shkak të veprimeve tuaja dikush ju kritikon dhe ju thot korrigjohu. Dhe ky mund të jetë një person, mund të jetë prindi juaj, mund të jetë babai juaj, mund të jetë e prori juaj, mund të jetë një person që fjala e vet ka pesh sepse eksperienca e tij peshon mbi supe. Kështu që në qoftë se dikush ju kritikon, mos e merrni për keq. Mundoni të korrigjoheni, mundoni ta kuptoni se është për të mirën tuaj. Në qoftë se nga ana tjetër ky person arnon më tepër nga të qenit narcist dhe egocentrik, atëherë ktheheni me të njëjtin monedh. Por ka shumë gjasa që dita e diel t'ju kërkoj të ti moshoni vlerave, parimeve familjare, shoqërore, etikës, si do thuash, të çfarë do lloj gjë, të familjes, të punës, të shoqërisë, dhe nuk jam tamam dakord me këtë gjë. Ju thash, në qoftë se kjo vjen me prepotencë, atëherë secilin person që e bën këtë gjë, le të jetë më i madh se ju në moshë apo le të ketë më shumë eksperiencë, vendoseni në vendin e vet. Por në qoftë se kjo vjen për të mirën tuaj dhe tjetri është dashamirës, atëherë ju lutem shumë uleni kokën, diçka keni bërë gabim, dëgjojeni mirë fjalët që ky person po ju thot edhe korrigjoni. Korrigjoni tani që keni mundësinë. Përshëndetje, përshëndetje akrepi dhe ja ku jemi përsëri. Ja ku jemi përsëri në analizën e kësaj jave për shenjën tuaj. Një javë e rëndësishme me të drejtën, për faktin se mbyllet me hënë të plot në shenjën e ujorit, aty ku është edhe Plutoni, nga ana tjetër ballë për ballë me Jupiterin, nga shenja e Luanit, të gjitha këto ndikojnë tek ju, sigurisht që ndikojnë në çështje familjare, ndikojnë në çështje banesash, në çështje shpërnguljesh, ndryshime pozicioni, ndryshojnë, gjëra ndryshojnë, edhe me karrierën tuaj ka, ju prek, ndikon tek ju, kështu që çfarë këshillet ju jap, ta merrni me qetësi çdo gjë. Unë një analizë do ta bëj të mirë të kësaj jene, se që e bëj gjithmonë, nuk e di pse mi vini në dyshim, jo ju, personalisht, po, e di çka keni kuptuar deri tani realisht për personin tim. Vërtet ju analizoj letrat, por zonë thotë që është kjo vetëm një që unë bëj. Megjithatë, do ja analizojmë këtë pjesë, do analizojmë goxha mirë. Juve, në qoftë se e ndjeni të nevojshme dhe e keni të nevojshme të rezervoni takim në privat, atëherë shumë mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së hënë, lajme shumë të rëndësishme që përcaktojnë të ardhmen tuaj prej këtij tutje. Ku, në çfarëdo gjë ju duhet një dritë jeshile, në çfarëdo gjë duhet një okay vazhdo, në çfarëdo gjë ju duhet një uzith. Je i lirë tani të shikosh se çfarë do bësh më tutje. Një rikthim, pse jo? Një mesazh nga një person që mbase se prisni të fare se do të vinte më, por që sido që të jetë për çdo që prej jush, që ishte në pritje të një mesazhi, të një letre, të një çfarë do shkrese të rëndësishme për të zgjidhur një çështje të rëndësishme ose për t'ju hapur një shteg i rëndësishëm, atëherë ja ku është ditën e hënë. Pra dita e hënë favorizon çfarëdo lloj komunikimi që ju lejon juve të merrni okein për të lëvizur dhe për të pasur atë realizim që me sa duket prisni kohë. Dhe ja ku është. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është ditë e lodhshme pune, është ditë e lodhshme rutine, do thosha. Nëse ju ka ardhur në majtë të hundës, gjithashtu do të kuptoni se vetë e keni futur veten në këtë loj, ose në këtë vallë, ta themi ndryshe, dhe vetë ju mund ta nxjerrni veten tuaj kur të doni nga kjo situatë. Juve thjesht besoj jeni mësuar me këtë gjë, keni frikë të ndryshoni pozicionin tuaj dhe prandaj qëndroni në këto kushte që as nuk ju pëlqejnë, as nuk ju shkojnë, por e keni bindur veten se këto javë dhe s'keni rrugdalje tjetër. Gabim i madh.
por që sido që të jetë, duhet ju them se dita e martë mbart një ngarkesë shumë të madhe emotive, psikologjike dhe fizike që vjen për shkak të një rutine që nuk ju shkon më, por ju nuk e di pse insistoni të vazhdoni ta ushqeni ta mbani këtë lloj rutine. Përsa i përket ditës së mërkurë, nëse keni nevojë për një farë financimi në punën tuaj, mbështetje ekonomiko-financiare përmes sistemeve bankare, përmes një kredie, përmes një investitori, përmes një financuesi, dikush i cili ka besim tek ju dhe ju ndihmon të rimëkëmbeni, atëherë kjo gjë pikërisht ndodh ditën e mërkurë dhe hallet tuaja zgjidhen përkohësisht për faktin se dikush ju ndihmon ose ju jep një dorë të paktën të merrni veten. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është ditë favori përsa i përket femrave. Me sa duket ajo çka do të kërkoni nga ata që do e kërkoni, do ju realizohet si dëshirë, ose thjesht fati ju do. Por juve meshkujt, ama kujdes, mund ta lidh shumë bukur ditën e mërkurë me ditën e enjte. Juve femrat, ju lutem shumë mundoni të kuptoni se atë që them tërkohës që kërkoni më saktë juve që dikush t'ju mbështesi, të jetë krau juaj i djathtë, t'ju mbaj, mirë mbaj, çfarë të doni ju nuk e di, po. Por që ky person të bëhet personi bazë i jetës tuaj, jo. Do të thonë mos kërkoni më shumë nga realisht mund t'ju ofrohet. Juve meshkujt bëni kujdes sepse këto lloj femrash për të cilat po flasim, sepse është e dyashme, dykashe, janë të interesuara për ato çka xhepi juaj ofron, por në momentin që kjo gjë ndalon, atëherë nuk zgjatet. Do të thënë marrëdhënia ndërpritet aty ose fillojnë problemet. Kështu që këto tipare ka dita e enjte dhe ka shumë gjasa që juve femrat thash e merrni atë që doni, por ai mashkull që financon nuk ju premton për më tepër, do të deri aty. Dhe juve meshkujt nga ana tjetër, këto femra që ju financoni, mund t'i mbani vetëm për, domethënë janë vetëm për kaq që ofrojnë. Për sa ku i mbani mirë, aty janë. Nëse pastaj ndërpritet ndihma dhe mbështetja, nuk janë më, ta kuptoni kështu. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte varet sa ka gabuar secili dhe ku. Nëse gabimi është abuzim me autoritetin e shtetit ose është korrupsion që është nuk e di kryer në punë dhe jeni kapur apo çfarëdo lloj gabimi tjetër që është në shkelje të ligjit, ju çon prapa kangjellave. Ose nëse jeni në pritje të një vendimi gjyqësor, jeni prapa kangjellave, prapë të që do themi. Por gjithë pjesën tjetër pastaj kjo është më tepër e natyrës psikologjike, tregon që jeni dhe do të ndiheni të mbyllur në një situatë prej nga mendoni ju se nuk dilni dot. Do me thënë, burgu i jetës tuaj, cili është realisht? A ka shpëtim? Ka. Çështja është të duash të shpëtosh. Kështu që ose konkretisht gjendeni prapa kangjellave, ose figurative, në mënyrë figurative, i bie që këtu po flasim për një bllokesë psikologjike, për një situatë që ju rëndon psikologjikisht, për një situatë që me sa duket nuk ka shpëtim, ose nuk ka zgjidhje, se pak kështu e mendoni ju, por që normalisht nëse e ndani mendjen, shumë gjërat mund të ndryshojnë, do të ndryshojnë në favorin tuaj. Në martën kurrente, premte, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë sjell sukses shumë të madh në para, në vlera, në emër, pra sjell emër për juve që jeni si përmarrës, për juve që jeni në biznes, për juve që jeni në art, që jeni në financa. Do thënë, ju jeni shumë i gjërat këtu, nëse jeni vetëm në qoftë se jeni me dikë prej kohësh që bie të vi propozimi shumë pritur, pra favorizohet edhe aspekti personal dhe kjo shtohet edhe fakti se dhe mund të merrni lajmi se do bëheni prindër. Përveç kësaj, sikur se thash, shtohet emri i mirë, vlerësimi nga të tjerët, fama, suksesi, të gjitha këto me radhë. Dhe marrëdhënia juaj me femra të tjera të familjes, me sa duket, ose sjell zgjidhje të caktuara në jetën tuaj, përmes tyre dhe mbështetjes së tyre, ose afroheni më afër edhe keni gjëra për të thënë dhe për të sqaruar, por që ju ecën për mirë. Atëherë përsa i përket ditës së diel, dita e diel sjell shqetësime të caktuara. Kjo për shkak arsye shëndetësore, sidomos për persona të moshuar nëse i keni në jetën tuaj, ose nëse se ju keni probleme shëndetësore, duket se ky është shqetësimi juaj më i madh. E njëjta gjë vlen nëse keni fëmijë adoleshent dhe
nuk po arrini do t'i ndiqni me hapin e kohës që ata ecin, unë do thosha janë gjëra kalimtare. Kjo madje është një letër e cila përfaqëson edhe lidhjet me diferencë të madhe moshe, që dhe aty shqetësimi është, si do ecë, si do vej, si do krijohet situata, por që le të themi që këto janë shqetësime që sigurisht do në marrë parasysh dhe sigurisht që kanë peshën e vet, por që edhe zgjidhjen e kanë dhe kalojnë shpejt. Kështu që mos mi merrni shumë gjëra seriozisht, mundoni thjesht të gjeni zgjidhje te ku ka zgjidhje dhe mos e ndërlikoni më shumë jetën tuaj nëse ka mënyra se si ti bëni gjërat i thjeshtoni ato. Këto pra, e hënë e martë e më kurejnëte, premte shtunë dhe e diel, këto. Përshëndetje, përshëndetje shqiptar dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiakor këll, në parashikimin e javës për shenjën tuaj. Që të them tani për ju? Erdhi fundi, shoqëro Zot. Bëni kujdes fundin e kësaj jave, mos harrojmë që për ju të 10 ditë të parë Urani në shenjën e binjakëve nuk më them që është edhe pozicionimi më i miri ti për ju. Nga ana tjetër Afrodita në shenjën e Virgjëreshës, edhe ajo nuk është se ju shkonde aq shumë. Nga ana tjetër përsëri Marsi në shenjën e binjakëve, edhe aty çik gjërat përballi keni, dhe vetë keni parë se çfarë keni kaluar. Nuk e di si u kanë ecur gjërat këtë muaj, por nuk mund të them që ka qenë muaj më i rehatshëm për ju. Ka pas edhe katje plot. Por që ja ku erdhi në fund të tij. Ky është fundi, kështu që me kujdes derisa të dalë avash avash, kushti duket se premton më shumë për ju në bazë të tranzitëve të planeteve që do të kemi nga mezi i tij e tutje. Ose pas javës së të parë tutje. Tani, për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së hënë të kësaj jave, kështu që më duhet të kapni, me të vërtet Urani është e papritura, por s'e papritur që është, mund të jetë edhe negativisht e papritur edhe pozitivisht e papritur. Me sa duket këtu bëni jackpot në çfarë? Në dashuri, në financa, në punë, në karrierë, në një ëndër që bëhet realitet, në një mundësi që ju del totalisht papritur, pa parashikuar dhe kapni ndryshon jetën tuaj, çfarë do të gjë që jackpot është ai. Shfrytëzojeni, fati gjithmonë ju do, jeni fëmijë të fatit, kështu që e bukur dita e hënë. Dita e martë ju aprish çik punët me lajme që merrni, lajme që nuk ju pëlqejnë, që mund të ketë të bëjnë me një person, që mund të ketë të bëjnë me punën tuaj, me shëndetin tuaj nëse keni pas probleme, me çfarëdo lloj gjëje mund të ketë të bëjë, është e përkohshme, nuk është se do ju kushtoj shumë, thjesht do ju trazoj pak momentalisht. Për aq sa momenti që e merrni këtë lajm më tepër. Përsa, okay, tani ndryshon gjëja. Tani, po e lidh kështu. Ai lajm që do merrni ditën e martë, që normalisht e vuani më tepër ditën e mërkur, me sa duket, mund të ketë të bëjë me një ndarje në çift, me një dorëheqje nga vendi punës, pra mbaron një bashkëpunim 100%, ose merrni vesh se dikush largohet nga jeta. Nuk besoj se është person i afërm, nuk dua ta mendoj këtë gjë, po sido që të jetë, lajmi që merrni ndikon tek ju, me sa duket, duhet të jetë ky një person për të cilin do të ndjeni vërtet keq. Tash, nëse nuk është një ndarje ose një mbyllje, mbarim i një bashkëpunimi, atëherë mund të jetë diçka e tillë. Nuk di çfarë të them më shumë, të shohim si do dalë kjo gjë se di. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte favorizon dashurinë, njohjet e reja, flirtet, daljet, argëtimet, faktin që jepni vetes mundësi që të lejoni individ të caktuar, ju gjithmonë e bëni këtë gjë, po që themi tani, kjo është i pari ditës së enjte. Lejojmë individ të tjerë të hyjnë në jetën tonë për të na treguar se jeta asnjëherë s'mbaron, gjithmonë vazhdon, ikën një gjë, po vjen gjithmonë diçka tjetër. Nuk po them se këto lidhje që po krijohen tani, apo marrëveshje që po krijohen tani, apo bashkëpunime që po krijohen tani do kenë kohë zgjatje, sepse shumë herët akoma, por të paktën ja vlen të shijojnë dhe ja vlen të përjetojnë, ose të paktën ja vlen të shpresojë njeriu dhe individi. Kështu që shijojeni sido që të jetë ditën e enjte. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte juve meshkujt e shenjës tuaj duhet nëse s'do të merrni një vendim. O jeni me atë femër që pretendoni se jeni, o nuk jeni fare. Dhe jepni fund këtu, sepse me të vërtetë që gjërat e keni zbaritur jashtë masë shumë dhe nuk mund t'i zvarisni më shumë se kaq.
Kjo unë e lidha me aspektin personal, por shumë mund ta lidh edhe me aspektin dhe anën profesionale tuajën, si të thuash gjërat e keni zbaritur jashtë masë shumë dhe ditën e premte thirreni të merrni një vendim të rëndësishëm. Juve që jeni femra, sigurisht që ky vendim i bie të merret nga bashkëshorti juaj, i cili shumë i ka zbaritur gjërat në të drejtën. Edhe duhet të, me sa duket, ndoshta edhe ta trysnoni juve pak për të lëvizur vendit. Martën kurrente e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë shqetësime me shëndetin tuaj, me njerëz tuaj të dashur, me prindër të moshuar që keni, të përkohshme janë, nuk është se janë shqetësuese, por që me shëndetin duhet të kishit, do të thënë me shëndetin keni pas probleme këtë muaj dhe kështu edhe e mbyllni muajin do thosha, po që janë gjëra të cilat zgjidhen, nuk është se janë pa zgjidhje. Gjëra kalimtare dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel dilni, argëtoni, shijojeni në maksimum, ndihuni dhe njerë fëmijë, ose silluni dhe njerë si fëmijë nëse doni, të çiltër, të pastër në shpirt, kujtoni se si e nisët, ktheuni në vetvete, ktheuni në origjinën tuaj. Ktheni fëmijën brenda vetes tuaj, zbulojeni ose rizbulojeni atë dhe kryesorja, shijoni fëmijët. Shihoni fëmijët ju që i keni, juve që nuk i keni, do mendoni seriozisht përmes fëmijëve të tjerë, duke parë prindërimin e të tjerëve, se është moment që dhe ju ndoshta të bëheni prindër ose të zgjidhni një çështje që ka të bëjë me prindërimin. Por s'do që të jetë ditë e bukur, është ajo dita që themi u dola, argëtova, notova, vrapova, luajta, e shijova jetën. Dhe sigurisht këtë gjë e bëni edhe me fëmijët tuaj që i keni, që si keni, vendosni për ta realizuar këtë gjë. Ose nëse keni pas probleme në realizimin e kësaj gjëje, do gjeni zgjidhje. Përshëndetje, përshëndetje një Briciapi, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiakorët, në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Tani kjo është një javë e cila na mbyllet me një hënë të plot në shenjën e Ujorit. Mos të harrojmë që kemi, sigurisht që kemi, aty do jetë Neptuni në shenjën e Dashit, ju bën juve të ditë të parë të gaboni disi, me thënë të drejtën, ose të shikoni gabime që keni bërë, dhe duke qenë se dhe Saturni do ndihmojë nga retrograda e vet, ti korrigjoni ato në kohë, sepse jeni në kohë për t'i korrigjuar, para se të vi pastaj t'ju testoj tamam, e të dalë ç'a bëre, që t'i japi edhe verdiktin, ashtu siç duhet. Kjo hëna e plot në shenjën e Shigjetarit për juve, Shigjetarit amë. Kjo hëna e plot në shenjën e Ujorit, që thoni ju. Ndikon direkt në vlerat tuaja, aspektin material të jetës tuaj, por edhe dhe ekonomiko-financiar sigurisht, por edhe të vlerave parimeve, çfarë do gjë ka të bëjë me vlerat tuaja si individ. Kështu që aty diçka mbaron në mënyrë që mund të nisë diçka tjetër, duke marrë parasysh dhe gabime, duke marrë parasysh edhe lëvizje ndoshta që duhen evituar, shpenzime që mund të dalin papritur dhe që ju vën juve në mendime të mëdha të tipit more si do ja dal, si mund të rikuperoj në mënyrë të jo kaq të lodhshme më prej këtij tutje. Kështu do mendoni seriozisht se si të shtoni financat tuaja pa u lodhur shumë sa qeni lot tani, dhe nëse dikush ju ka rënë më qaf apo ju ka zhvlerësuar apo ka kërkuar të zhvlerësoj, ta vendosni përsëri vlerën tuaj atje ku realisht i takon të jetë. Tani, sido që të jetë për të rezervuar takimin tuaj në privat, shumë mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe përsa i përket ditës së hënë, këtë marrim këtë. Dhurata. Ose diçka që ju vjen në formën e surprizës, atëherë kur e prisnit më pak, jo kur se prisnit, por kur e prisnit më pak. Pra, çfarë do gjë mund të jetë kjo? Një lajm që mezi e prisnit, një person që kthehet dhe që e kishit domethënë, sa thuash, nuk e prisnit mos do mund të ndodhte kjo gjë. Një mundësi që ju jepet ndërkohë që e kishit fjetur mendjen se nuk do të ndodhte më, çfarë do gjë qoftë, është diçka e vonuar. Është një dhuratë e vonuar, është dhuratë, pse e quaj dhuratë, sepse është dhurata e fatit. Është dhurata e Zotit. Çik e vonuar, po s'ka gjë. Mbetet po njësoj, dhe përsa i përket ditës së martu, flasim për pronën. Prona, mirëqenia, sikurse ju thash, stabiliteti juaj, shumë prej jush që keni arritur, shumë të tjerë po mundoni të arrini, të tjerë mund të keni shpërngulje, mund të keni lëvizje me banesë, mund të jeni duke bler ose shitur një banesën tuaj, ose mund të jeni në atë fazën e shfrytëzoj një pronë që e kam. Por çështja shëndetësore gjeni zgjidhje dhe në përgjithësi se do thuash duke sistemuar një çështje prone, duket se sistemuani deri diku
edhe materialisht dhe sigurisht ekonomiko-financiarisht. Vazhdojmë me ditën e mërkur, që dita e mërkur është ju kthen para që kanë borxh njerëzit ose dikush ju ndihmon nëse jeni në nevojë përkohësisht të merrni veten. Pra ju financon dikush. Këtu janë të ardhura që vinë pa pritur pa pandehur, domethënë nuk është se i keni të planifikuara, por thjesht vinë dhe janë favorin tuaj, mirë se të vinë do themi ne. Atëherë, përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju përball me individ të caktuar, se do jetë në ambientin e punës, se do jetë në rrethin shoqëror, se do jetë në rrethin familjar, apo në një marrëdhënie në çift, nuk e di çfarë do gjë që keni për ta thënë do ta thoni, por ka për qenë shumë e ashpër. Një kritik me të vërtetë shumë e ashpër, ose mund të jetë dikush tjetër i cili ju kritikon juve dhe nuk e di se do ju pëlqejë kjo gjë as pak. Është një vendim shumë i rëndësishëm që duhet të merrni në varësi të vlerave dhe parimeve tuaja që ju karakterizojnë. Zakonisht jeni persona që nuk dilni nga parimet tuaja dhe vlerat tuaja dhe i keni shumë të shtrenjta dhe shumë të shenjta njëkohësisht këto, por që nëse dikush do ju nxjerrë nga vetja, atëherë le të matet mirë të mua se nuk e ka idenë se çfarë e pret. Në kushte shumë të veçanta, do thosha që për të gjithë juve që keni abuzuar me postin që ju është dhënë, me vendin e punës, ose në një marrëdhënie në çift, ose janë gjithë njësoj, atëherë do e pësoni mirë kësaj here. E hënë e martë e mërkure e inte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte ju tregon se për çfarëdo gjë do bisedoni dhe që ka lidhje me një objektiv që doni të arrini, apo me një punë që doni të realizoni, apo me diçka që po prisni të finalizohet, atëherë kjo gjë është 100% e mundshme të ndodhi, por pas një periudhe që nis nga 2 javë e gjysmë për disa e deri në 2 muaj e gjysmë për disa të tjerë. Rezultati është 100% i arritshëm. Vetëm se duhet kjo kohë, duhet respektohet ky afat kohor që të bëhet, realizohet kjo gjë. Hënë martë e mkurrente e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë një thirrje për të paraqitur diku në gjyq. Për këdo që normalisht e ka shkelur diku. Kështu që diçka mbaron ditën e shtunë. Shko ditën e shtunë, po them do vjen në gjykat, po ju vjen lajmi, shiko se duhet të paraqitesh. Kështu që të tilla gjëra ka kjo dita e shtunë. E përsa i përket ditës së diel, dita e diel nuk e di po e shikoni veten kështu dhe jetën tuaj po e shikoni spektator të saj, po pa qenë në gjendje të veproni dhe të ndryshoni ndonjë gjë. Nuk është momenti të rish të presësh. Është momenti të analizosh, po, është momenti të rishikosh, po, por jo të presësh, të rish në vend numëro. Domethënë, nëse se shikoni dhe vini re se pritshmëritë tuaja janë të larta, atëherë filloni duke ndryshuar veten tuaj një herë pikë së pari dhe pastaj duke pritur të vijë ajo që përshtatet pritshmërive tuaja. Asnjë gjë nuk ndodh vetëm se e kam në mendje unë tani dhe dua të ndodhi. Nis çdo gjë nga vetja. Nëse pritshmëritë kundrejt të tjerëve i keni të mëdha, shikoni juve vetë ku qëndroni. Domethënë, përgatisni veten një herë, terrenin, e pastaj do vi ajo gjë. Por duke pritur thjesht që diçka të ndryshojë jetën tuaj kështu nuk bëhet. Nuk bëhet. Kështu që do prisni kot, them unë. Përshëndetje, përshëndetje një ujori dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në këtë javë kaq të rëndësishme për ju me këtë hënë të plot në shenjën tuaj që normalisht ju ndihmon të ishni qafe çast që duhet njëre mirë, të ndryshoni gjithçka duhet ndryshuar, ndoshta edhe rënjësisht, por pa u nxituar, ju lutem shumë, dhe me surpriza dhe të papritura që aty ku ju befasojnë për keq në dukje, mund t'ju dalin në mundësitë më të mira të jetës tuaj pak më tutje. Kështu që është një javë e tillë, sigurisht me kujdes, nuk nxitohemi, nuk përballemi me situata pa e menduar pikë së pari, nuk nxitohemi të bëjmë ndryshime radikale në jetën tonë, por që sido që të jetë ato që duhet të bëhen, do ndodhin ato që duhet të ndodhin. Kështu që të jeni të përgatitur për sa i përket kësaj pjese. Do të analizojmë sido që të jetë këtë hënën e plotë që ndodh në shenjën tuaj ditën e mërkur, megjithatë deri atëherë ja ku jemi. Për të rezervuar takimin tuaj në privat më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju sjell një sukses shumë të madh një herë në lidhje me çfarëdo gjë quhet komunitet, familje, rreth shoqëror, imazh publik, kështu që çfarëdo gjë ju lidh me gjëra të tilla, të tipit
marr lejen e qëndrimit, një. Zgjidh çështje që kanë të bëjnë me komuna, me bashkime, me të tilla gjëra. Më bëhet një ofertë pune për të ndryshuar ambientin e punës dhe kaloj në një zyrë me një individ të tjerë, domethënë në një grup tjetër njerëzish të punoj. Bën pjesë e një grupi shoqëror, bën pjesë e një grupi kulturor, bën pjesë e një klubi të caktuar apo e një sindikate edhe nëse doni, por rëndësi ka që çfarë do të gjë ka të bëjë me grupe njerëzish ku ju jeni pjesë e atyre ose emri juaj që shkëlqen në rrjete sociale, atëherë ja ku është. Një lajm të mirë e meni dhe normalisht ju jep mundësinë që ta ndjeni veten vërtet të vlerësuar, ose është finalizimi, si të thuash, i përpjekjeve tuaja për të qenë pjesëtar apo antar të një grupi të caktuar njerëzish, të një forumi të caktuar, gjërave të tilla. Përveç kësaj, si dihet edhe mbase ju vjen një propozim për fejes, për shembull. Për sa i përket ditës së martë, presim njerëz në shtëpi ose mblidhemi familjarisht në shtëpi dhe kënaqemi me njerëz që kemi ndoshta pa i parë, por që janë miq shumë të dashur, persona që ishin larg dhe kthehen në shtëpi. Ju që mbase ndoshta nuk do keni dëshirë shumë të madhe për të dalë dhe për të qenë social ditën e martë, po doni të qëndroni aty në rehatin e shtëpisë tuaj dhe në rehatin e shtëpisë tuaj ju lindin ide të mrekullueshme për përfitime, për të shtuar fitimet tuaja ekonomiko-financiare, për të zgjidhur një problem. Këta persona që vinë në shtëpinë tuaj, prisin në shtëpinë tuaj përmes bisedave të pastra, ju japin zgjidhje të problemeve dhe çështjeve që keni të vështira për momentin, sidoqë janë momente të bukura që të sjellin në ambientin tuaj familjar, ku edhe prisni njerëz dhe argëtoheni, por dhe gjeni zgjidhje përmes tyre. Përse i përket ditës së mërkurë, po e mendoni këtë person, po nuk po veproni dot. Pra nuk jeni as ata që e lini të largohet, as ata që riktheheni për ta mbajtur në jetën tuaj. Si të jeni meshkuj dhe të jeni femra vlen, po e njëjta gjë, në qoftë se ta kthej nga ana e karrierës, do thosha që për të gjithë juve që keni nisur CV, keni aplikuar për vende pune dhe po prisni një përgjigje, po konsiderohet kërkesa juaj derisa t'ju komunikohet. Për momentin ama nëse po vonon sepse ende është në shqyrtim e sipër. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është një ditë fati, por që do ju ditë fati miqënie, mbarësie. Fjala e dur e kësaj është mbarësi. Po dhe fat. Mbarësi do thosha më tepër. Mbarësi e cila do zgjasë të paktën një muaj prej tani. Për disa ndoshta edhe një vit, nuk mund ta përjashtoj këtë gjë varet nga si keni gjërat secili, por që zgjat shumë, thjesht nis ditën e enjte kjo gjë. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është ditë ndryshimi, disa largohen për një 5 ditorsh. Pra është një shkëputje e vogël nga rutina që u ka ndjekur deri më tani. Pra disa do udhëtojnë, nuk po themi do ikin jashtë shtetit me sezon, por do shkëputen një 5 ditor. Të tjerë që nuk ndjen rehat në ato marrëdhënie që kanë, do kërkojnë një time out. Ndajemi për një farë kohe, shkojmë si vetë kjo punë se nuk po ecën më. Domethënë ndryshime kanë në jetën tuaj. Kjo gjë më të shoqërojë edhe në ambient, edhe në ambientin e punës ku nga njëra zyrë shkon në një zyrë tjetër, nga një ambient pune në një ambient tjetër. Sido që tjetë është një ndryshim për të cilin keni nevojë dhe që keni për ta shijuar shumë, me thënë të drejtën. Përsa i përket kjo ditës së premte, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që pas një lodhjeje shumë të madhe dhe strapacimi shumë të madh për të arritur një objektiv të caktuar që me sa duket nuk u arrit ashtu si e pritët ju, në pikërisht atë moment që jeni kështu, sikurse siç po përshkruaj, të raskapitur, vjen realizimi dhe nuk ka moment më të bukur kur realizohen gjërat atëherë kur s'kishe më fuqi dhe mendoje se nuk do ndodhte më kjo gjë, nuk do kishit më shans. Pse e shihoni 10 fisha ashtu, kështu që për çfarëdo gjë nuk ju ka ecur, nuk është realizuar dhe ju e humbët deri diku shpresën, po ju la dhe fuqia, atëherë besomuni pikërisht ato momente vjen diçka dhe ju ndryshoni jetën totalisht dhe rrënjësisht për shumë mirë. Dhe përsa i përket ditës së diel, do ju thosha mos u nxitoni të merrni vendime, qoftë në lidhje me të pranuar të një vend, domethënë të një posti që mund t'ju ofrohet, të një zgjidhje që mund t'ju jepet, të një propozimi që mund t'ju bëhet për punë, për propozim fejese, martese,
bashkëjetese çfarë do gjë ose një person që mund të vinë jetën tuaj si një lidhje, mundësie për një lidhje të re. Pse? Sepse pak më tutje në kohë vjen ajo çka vërtet dëshironi, ajo për të cilën vërtet keni nevojë dhe ajo që vërtet ju realizon në jetë më së miri. Kështu që mos keni frikë, mos u nisni nga frika se mos nuk do keni mundësi të tjera dhe veni pranoni këtë, sepse direkt pas kësaj do vi ajo që kërkuat dhe thjesht sa do pishmon të bëni nuk mund ta ktheni më, nuk ndryshon në momenti. Kështu që uroj të ma dëgjoni këtë këshill dhe të mos e çoni dëm të ardhmen, sepse keni frikë se mos ajo nuk do vi siç doni ju. Në rregull. Kështu. Përshëndetje, përshëndetje një peshqve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiakore, ku në parashikimet e javës për shenjën tuaj, që normalisht çfarë do themi? Do themi ja, erdhi fundi i muajit, sigurisht që edhe ju keni pasur ato momente tuaja të vështira gjatë këtij muaji, me ndryshime plot që keni bërë, me situata që nuk kanë ardhur ndoshta fikse ashtu sikurse e kërkonit ju, me të papritura që kanë trokitur në derë dhe keni thënë po tani ç'a bëjmë, por që janë të papritura që ju kanë shkundur vendit që vërtet të reflektoni dhe të kuptoni se cila është më e mira për ju, jo çka menduat ju do mund të ishte më e mira për ju. Me financat tuaja ende duhet të bëni kujdes, nëse keni bërë gabime ju vetë 10 ditë të dytë jeni ende në kohë për të korrigjuar dhe për të mos vazhduar më tej, gjë që do ta pasoni shumë keq pas mezit të dhjetorit e tutje kur të kthehet ky në Saturnin në lëvizje të drejtë. Syt nuk e keni akoma të veshur, domethënë me syze roz, kështu që them se mund të reflektoni, nëse doni të reflektoni, të korrigjoni gabimin nëse i keni bërë ato. Akoma fërdita në shenjën e Bëgjëreshës, ball për ball jush, nuk ju ndihmon, kërkon të jeni të logjikshëm por që nuk e shpreh atë afeksionin që kërkoni ju realisht, ju mban me këmbë tokë dhe kjo gjë nuk ju pëlqen tamam. Nga ana tjetër kemi, e tham, Marsin në shenjën e binjakëve, që normalisht edhe aty s'është pozicioni më i mirë i tij për të vepruar ju ashtu sikurse dëshironi, se më tepër pengesa, jo se nuk kemi realizime, por që e vështirë, me vështirësi, si të thuash. Sido që të jetë për një analizë më të mirë të situatës tuaj, të gjërave se si keni dhe se si do shkojnë, mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 90 do me thënë, të rezervoni takimin tuaj aty. Tani përse i përket ditës së hënë, dita e hënë, tash, mbaroi. Nuk mund të kemi më kthim pas, kështu që në qoftë se më pyesni për rikthime, do thosha çfarë ishte për të ndodhur ndodhi, madje edhe për ata që i kanë pas këto rikthime kanë kuptuar që nuk mund të ketë vazhdimsi, domethënë personi mas është rikthyer, por keni parë që nuk vazhdohet sepse nuk kemi korrigjuar, nuk kemi tendencë të korrigjohemi. Dhe arsyeja pse, do thoni po pse? Sepse këta individ në jetën tuaj kaq kishin për të ofruar dhe kjo gjë nuk këtë gjë nuk e kam vetëm për lidhje në çift, e kam edhe për bashkëpunime që nuk kanë ecur, s'kan funksionuar. Propozime që mund t'ju jenë bërë nga e pror të mëparshëm, vende pune ku keni punuar më përpara, jeni përpjekur, por që nuk ka funksionuar. Kështu që thjesht është një cikël që u përmbush, më falni, me persona dhe situata të caktuara dhe nuk mund të vazhdojt më tej, kaq e thjesht. Janë detyruar këta persona të dalin nga jeta juaj që të mund të zvendçohen me individ të tjerë që kanë për t'ju ofruar më shumë dhe kanë për t'ju çuar më larg dhe më lart në realizimet tuaja. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë jep mundësi shumë të mira realizimi në çështje serioze, pune, karriere, personale, statusi, këto gjëra ka, është ditë fati. Është ditë përmbushjeje, realizimi të objektivave tuaja, por shumë më tepër për mua prek çështje serioze, karrierë, punë, financa, studime, shëndet, pse jo, këto lloj gjërash domethënë. Dhe ardhmja është në duart tuaja, se jeni lodhur, jeni strapacuar dhe e meritoni suksesin, por dhe fati ju ndihmon që të arrini atje ku duhet të arrini, të maturojeni domethënë. Dhe maturia vjen zakonisht me arritje mature, që është puna, disa fituan një vend pune, do hynë në tregun e punës, ndoshta për të parë seriozisht, të tjerë mbaruan studimet dhe sigurisht që dolën mirë dhe u ritëm, të tjerë mbase ndoshta merrni dhe vendime të rëndësishme për të vazhduar me një lidhje në çift, por që më tepër ka të bëjë statusin ligjor, statusin profesional dhe atë studimor, më tepër do thosha. Jo se mund ta përjashtoj aspektin personal. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë ju jep të kuptoni se jeta është me surpriza, jeta kështu e ka.
mbaron një gjë, mbyllet një situatë, po nis një tjetër dhe kjo gjë nuk të lë të mërzitesh. Domethënë, jeta ka fytyrat e veta, ka momentet e veta, thjesht duhet të kesh durimin që ta kalosh çdo fazë ashtu sikurse i takon çdo fazë të kalohet. Domethënë, faza është dhe do kaloj. Kështu që këtë mësim e merrni shumë të bukur ditën e mërkur. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju shpërblen për punën tuaj të palodhur, ju shpërblen për faktin se nuk u shkëputët kur nga impenjimi juaj profesional, por qëndruat gjithmonë punës tuaj në kokë. Kjo mund të ketë të bëjë me një angazhim familjar, për të zgjidhur një çështje familjare ose me martesën tuaj ose me një lidhje që ishte problematike, sido që të jetë këtu vjen shpërblimi. Vazhdoni punën tuaj siç e keni nisur, shpërblimi është shumë afër. Për sa i përket ditës së premte, jeni të destinuar të vazhdoni përpara me jetën tuaj, pavarësisht humbjeve që keni pas deri tani. Nuk keni zgjidhje tjetër e të doni, më kthim pas nuk ka. Jeni të detyruar, sikurse po them, të vazhdoni përpara, edhe në qoftë se kjo po ju vjen me çfarë them tani, me një farë bare të caktuar. Varet, për shumë ta zëm. T'ju jap një shembull ta kuptoni. Ta zëm se u ndat. Mirë po, kuptuat që edhe jeni çik në pritje të ëmbël. Çfarë do bësh? Do ecësh përpara. Ti jesh me atë person, më nuk mund të jesh. Çfarë do bësh me këtë fëmijë? Sigurisht do e mbash, do i dalësh për Zot dhe pavarësisht nuk e di se ku e ardhmja apo të çon, ka për të dalë shumë mirë. Pra, le të thuash që për çfarëdo gjë që mbaroj, je i detyruar të vazhdosh përpara, pavarësisht se me një ngarkesë të caktuar, pavarësisht se nuk e di se ku e ardhmja apo të çon dhe ke frikë, nëse ndiqni rrjedhën e jetës tuaj apo të fatit tuaj, ka për t'ju dalë shumë mirë, më besoni. Vetëm mos u dorëzoni, vazhdoni ecni, hënë marrë në kurrente e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë kujdes manipulimin. Pjesa më e madhe për ju do kuptoni që jeni të manipuluar, ku në ambientin e punës, në jetën tuaj, nga shoqëria, nga familja, nga martesa, nuk e di, nga çfarëdo gjë qoftë, shumë prej jush kuptoni se nuk po jetoni dhe nuk po drejtoni juve jetën tuaj, por janë të tjerë ata të cilët dashje pa dashjen tuaj po kontrollojnë jetën tuaj. Çfarë ndodh më tej? Çfarë mund të ndodhi kur njeriu hap sytë dhe kupton që është i manipuluar? Kur kupton se ka jetuar nëpër ëndra, duke menduar se është me njerëz që e duan, me njerëz që mirë kuptojnë dhe duke menduar për më keq akoma se fajin e ka vetë, ndërkohë faj s'ka për asgjë. Hapen sytë, po u hapën sytë, sigurisht që më situata nuk mund të mbetet e njëjtë. Por ju le të themi është hapja e syve. Dhe kuptoni këtë gjë. Se a do merrni apo jo iniciativën për ta ndëruar këtë situatë në favorin tuaj, pra për t'i dhënë mjaft me kaq të vazhdoni më tej, nuk e di. Ajo do varet nga ju. Si fillim ama, po, e kuptoni. Arrini të jeni të vetëdijshëm se nuk po drejtoni jetën tuaj, po drejtojnë të tjerë. Isha të meni masa, uroje, hënë e martë në kurrente e premte ashtu. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel pastaj është ditë fati dhe nuk ka një emër të caktuar, por juve që u pëlqen të luani, me të drejtën lojrat e fatit, keni fitime. Dhe janë kaq janë të shpejta, të lehta, të mëdha. Do thosh ose të konsiderueshme. Çfarëdo gjëje çfarëdo veprimi të ndërmerrni ditën e diel duket se është një lëvizje fatit. Një zgjidhje që keni një problemi duket sikur fati e zgjidh vetë, do të thotë ti është fat. Fat, fitim, paraje, po sigurisht e ka këtë gjë. Zgjidhje problemesh sigurisht që po. Kështu që çfarë të them, lëshojuni dhe dorëzojuni fatit tuaj që ju do. Ditën e diel dhe lëreni të bëj punën e vet.